Ndodhemi në një stin të ftohtë ku temperaturat e ulta rrezikojnë shëndetin e gjithë secilit prej nesh. Ekspozimi sa më pak i bebeve të poshtalindura do të mund të evitonte gjendjen gripale tek foshnjat, pasi dhe organizmi i tyre është shumë i ndjeshëm. Mjekja pediatre Aurora Skënderi shprehet se nënat duhet të tregohen të kujdesshme dhe të vëmendshme në të njëjtën kohë, pasi fëmia duhet të realizojë kalendarin e vaksinimit tashmë të përcaktuar. Si fillim, do dojmë të tregoni për gjithë ata që po na ndjekin, cili është kalendari vaksinimit tek fëmijët i cili është mjaft i domosdoshëm. Përshëndet të mirë. Kalendari që ndiqet në vendin tonë është e kuptueshme që sipas mundshmërisë vende të ndryshme ndjekin kalendare të ndryshëm. Kalendari jonë përfshin vaksinimin bazal në moshën 2, 4 dhe 6 muajsh, vaksinën kundër tuberkulozës që bëhet direkt në maternitet sa po lindin fëmijët. Më pas ka rivaksinime të tjera në moshën 2 vjeç, 5 vjeç, 6 vjeç dhe përfundon në moshën 14 vjeçare. Vaksina e gripit tek fëmijët është tepër e rëndësishme, tregon mjekja pediatre, pasi realizimi i saj në kohë parandalon gjendjen gripale. Vaksinën e gripit normalisht është bërë nëpërmjet institucioneve të ndryshme të shëndetit publik një fazë parapregatitore që vazhdon në periudhën e vjeshtës, shtator-tetor. Tani ndoshta është një çik vonë për të vaksinuar për këtë virus dhe është bërë kjo fazë përgatitor në periudhën e tetorit. Nënat alarmohen atëherë kur fëmia i tyre ka temperaturë të lartë, por për ta shpjeguar, temperatura nuk është sëmundje, është një reagim natyror i organizmit në ndikimin e faktorëve të jashtëm. Organizmi e rrit temperaturën për të shkatëruar mikrobet kundër të cilave lufton. Kryesisht nënat e reja ose edhe nënat përgjithësi ankojnë për problemet me temperaturën e lartë që kanë fëmijët gjatë këtyre stinëve. Cilat do të ishin këshillat e juaja si mjekë pediatre? Neve kemi të përditshme, domethënë në praktikën tonë, këtë gjë. I këshillojmë nënat për kompresa në vendin e shpimit, për fëmijët e vegjël që kanë vaksinimin bazal, të cilët kanë 2 vaksina njëkohësisht. Këshillat praktike janë me mjetër ethanore në shtëpi, siç është alkooli ose nisështeja me raki. Përziri, kompresa që ndrohen vazhdimisht ose disa nëna praktikojnë pataten. Por nuk duhet përjashtojmë edhe kompresa të ndryshme të gatshme që ndodhen në farmaci me xhel, që janë antiinflamatore dhe analgjezik lokal, kuptohet. Gjithashtu rekomandohet dhe banjat freskuese, në qoftë se temperatura është shumë e lartë, mbi 38, banjë me ujë të vakët, siç lajt vazhdimisht fëmia, po me ujë pak më të vakët se që lajnë herët e tjera, ajo e qetëson dhe nuk ka probleme për vendin e shpimit. Shurupi i paracetamolit, gjithashtu, por nuk do ishte normale dhënia e shurupit akoma pa nisur temperatura, sepse mirë është që të imunizohet fëmia, të reagojë trupi, kështu që do të ishte mos e normale mbi 37 dhënia e shurupit të paracetamolit kundrejt kilogram peshë siç kanë fëmijët. Peshën atë sasi, duke ruajtur distancën nga njëra dhënie tek tjetra. Mundohemi që të mos e japim shumë sepse tash synohet që të imunizohet fëmia. Në këto ditë të ftohta do të ishte mirë që fëmia të ruhej nga temperaturat e ulta, pasi organizmi i tyre është tepër i ndjeshëm. Përgjithsisht kanë gjendje virale me rinit, sekrecione nga hundët. Rekomandohen avuj në kushte shtëpie me dafin ose me aparat aerozoli, akoma më mirë, me medikamente të ndryshme siç mund të jenë Ventolina, të tjera. Akoma më mirë po ta kem prindrit në shtëpi. 2-3 herë në ditë do të ishte shumë mirë. Kurse pjesa tjetër është smundshmëri e cila përket mjekëve pediatre, smundshmëri kalon andej. Neve ndjekim fëmijët e shëndosh për vaksinat dhe peshën, ndjekin e zhvillimit psikomotor, shikimi, dëgjimi, ecën, i foluri, sa fjalë. Do të thënë që është një pjesë goxha e rëndësishme, duke parë edhe incidencën për fëmijët me autizëm. Sa rëndësishme është që konsultat me ju si mjekë të bëhen në kohën e dur për ta parandaluar këtë lloj sëmundje. Edhe besoj që jemi hapi i parë ose personat e parë që mund ta kuptojmë përveç prindrit. Po prindri ka dhe anën emotive, ndoshta nuk e pranon, nuk i duket diçka normale ose jo, nuk e ndan dot.
Ka teste të ndryshme, ne janë sugjeruar dhe teste të përdori, në internet po ashtu, po do të ishte shumë mirë nga muaji 18, mbi 18 muajsh fillon duket kjo problematik. Fëmia ka lëvizje stereotipike, rrotullohet rreth vetes ose të njëjtat gjëra, përsëri të njëjtat veprime, nuk flet, është komunikimi trekëndësh që bëjnë fëmijët, domethënë merret dora e mamit dhe objekti. Pra, është objekti njëri kënd, fëmia dhe nëna. Në vend që fëmia ta marrë vetë objektin, kap nënën për të marrë atë objekt. Domethënë është ky lloj komunikimi, mungesa fjalëve ka plot. Domethënë shihen në vazhdimsi me teste. Ne pak më parë përmendëm temperaturën e lartë. Shumë nëna pyesin se cilat mund të jenë komplikacionet nga një temperaturë e lartë. Komplikacionet më e vështira do thoya që haset janë konvulsionet ose të tremor, nëse mund ta themi ndryshe. Konvulsionet janë të rrezikshme sepse edhe nëna trëmbet, nuk di si të reagojë. Mirë është të qetësohet fëmia, të mbahet në pozicionin e duhur, të ngrit koka që rrugët e frymarrjes të jenë të lira, se janë tremor goxha të forta, mos kafshoj gjuhën, do shumë kujdes mos psoj trauma të kokës nga përplasje, domethënë duhet një ambient i butë, i shtrirë mirë. Konvulsionet janë problematika më e madhe. Për atë nuk besoj se nëna mund të bëjë diçka në shtëpi, ka medikamente të posaçme që ulin këto tremor që bëhen në ambulator, në ambiente ambulatori. Dhe së fundmi, doktoresh, sa të rëndësishme janë konsultat me ju për të parandaluar sëmundjen, për të mbajtur dhe shëndetin në kontroll? Besoj se është mjaft e rëndësishme që vizitat periodike që bëjnë nënat në konsultorin e fëmijës të parandalojnë sëmundje të ndryshme, sepse tek neve është hapi i parë, siç e thash, si për komunikimin, zhvillimin psikomotor të fëmijës dhe ushqyerjen. Në qoftë se këto dy gjëra ecin mirë, padyshim që dhe shëndeti i fëmijës do eci mirë. Këshillat mbi ushqyerjen që të marrin vlerat e duara në momentin e duhur. Neve të nënat e reja që kanë lindje të para, domethënë, insistojmë ose tek nënat me fëmijë të posalindur, insistojmë gjithmonë tek ushqyerja me gji. Nuk ka nëna e them përsëri sepse vin nëna, jo është qumshi i holl, nuk kam qumsh shumë, është kështu, është ashtu, mos ka alergji nga qumshti im, nuk ndodh kjo gjë. Nuk ndodh. Domethënë, qumshti që ka nëna për fëmijën e saj është i rregulluar nga natyra që është më i miri. Insistojmë te kjo gjë. Pastaj, normalisht edhe për shtesat ushqimore të tjera, rekomandojmë fort dhe nënat që të ushqejnë mirë në mënyrë që të kenë gji për fëmijët. Mjekja Skënderi këshillon se vizitat janë tepër të rëndësishme tek konsultorët dhe tek mjekët pediatër. Doktoresh, do të më tregoni se çfarë jeni duke bërë në këto momente? Kjo është një vizitë rutinë që ju bëni? Kjo është një vizitë rutinë, gjithashtu ka koinciduar dhe me datën e vaksinimit të trunave. Kemi 2 binjak shumë të bukur. Atëherë bëhet ekzaminimi objektiv, shifet që fillohet vizita që nga fontanela, tek faci, si është ngjyra, e koloruar apo jo, është rozi, zbet, cianotik apo jo. Bëhen reflekset, fëmijët kanë qenë ngjyra dhe zhurmën. Ndjek lodrën. Për shembull, në këtë rast, fëmia është zhvillimi shumë mirë sepse ai përpiqet të ndjek lodrën dhe zhurmën. Eci gjëra të tilla, pastaj vazhdohet me auskultimin për tonet e zemrës, për respiracionin, si është apo jo. Bëhet palpimi i barkut, i fort, i butë, zakonisht fëmijët e vegjël kanë spazma barku ose kolikat abdominale, siç quhen ndryshe problemet. Vazhdohet me organet gjinitale që nuk po lëvizin tek djali, të rregullta apo jo. Me manovrën e ortolanit që përsëritet, është bërë që në lindje, përsëritet 3 muaj dhe përsëritet edhe një herë tjetër për të parë artikulacionin kokso-femoral, është i futur në vend apo jo. Pastaj fëmia peshohet, në bazë të peshës këshillohet nëna për ushqyerjen, tek nënat me gji niset mbi 6 muajsh. Mirë është deri në muajin e 6, të vazhdohet vetëm me ushqyerjen e gji, pasi gjiri përmban gjitha vlerat e nevojshme dhe nuk rekomandohet as pirja e ujit për fëmijët.
Kur pesha ecën mirë, gjithmonë kur pesha ecën mirë, në qoftë se pesha nuk është e kënaqshme, kemi një grafik që ndjekim në lidhje me peshën, me gjatësinë, me parametrat, cirkumferencat e kokës, e toraksit dhe e barkut. Në qoftë se kjo peshë nuk ecën mirë, atëherë rekomandoj shtesa ushqimore, që në bazë të muajve ka gjëra përkatëse. E tillë është më pas, në qoftë se fëmia është klinikisht shëndosh, siç e përcaktojmë ne dhe pa respiracionin e ka të pastër, zemra nuk është sëmur, e thënë më thjesht, atëherë praktikohet vaksina. Neve praktikojmë të dyja vaksinat njëkohësisht, tek të dyja këmbët. Vaksina e re është Synflorixi ose kundër stereotipeve të pneumokokut, smundjeve të mushkrive, që ka dalë për fëmijë që kanë lindur në 2011. Praktikohet kjo vaksinë. Vaksina e pneumokokut e këmba e majt, gjithashtu është dhe poliomeliti tek goja, 2 pika nga goja. Për poliomelitin rekomandojmë për 10 minuta ose çerek ore fëmia mos të ushqehet derisa përthithja të bëhet e plot, kurse për këmbët rekomandojmë kompresa, siç folëm dhe më parë. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.